Jam duke ndjekur live Gjestin edhe Eglin. Gjesti është duke përgatitur diçka, do me thënë gjatë gjithë natës sonte janë grindur. Nga një dasëm shumë e bukur, çifti po provokohet. Unë nuk e shoh grindje këtë, sepse Gjesti gjatë gjithë kohës i thot Egli dua të më hiqesh nga krevati, dua të ndahem me ty, mos qëndro me mua. Mundoj që ta provokon se sa durimtare është ajo dhe sa do plasën, ndërsa Egli shkon në një krevat tjetër, Gjesti shkon nga mbrapa. Nuk e shoh këtë pjesën se si një grindje të vërtet. Gjesti mundohet që ta ngacmon Eglin, mundohet që ta acaron dhe nuk e kuptoj arsyen pse e bën këtë gjën. Egli është në dyshime, a e ka këtë grindjen të vërtet apo e bën me kastile? A është vërtet Gjesti duke u grindur me mua apo është thjesht një shaka e tij? Apo ndahet vërtet nga unë apo është një shaka e tij? Gjesti ose e bën këtë gjë me qëllim, ose e bën me momentin që ta mërzis shumë Eglin, ta acaroj shumë Eglin, edhe ta thyej unasën për ta surprizuar Eglin. Sepse gjatë gjithë kohës domethënë janë duke u grindur dhe po llafosen jashtë mase shumë me njëri tjetrin, duke u përfshirë edhe Rozana dhe Laerti. Edhe pse Rozana i thoshte Eglit që më pëlqen qëndrueshmëria që ke, që nuk ja varg këtij çunit. Ndërsa komentet ishin domethënë të çuditshme. Domethënë para 2 ditësh Gjesti solli një zarf të bardhë në shtëpi ku kërkonte në fakt një moment martese me Eglin. Martesa ndodhi, tani çifti po grindet dhe Gjesti herë është serioz, herë nuk është serioz. Ka i thot mu hiq nga krevati sepse nuk dua të kem gjë me ty, në anën tjetër po e ndjek Eglin nga mbrapa. Dua të marr mendimin tuaj se çfarë plani po bën Gjesti në këtë rast.